Dita e 6 e protestës qytetare kundër qeverisë Rama është sot dhe gjërat po kristalizohen. Ajo që nisi si protest si zemrat për shkak të dhunës policave private të firmës Qet Kastrati ndaj qytetarëve, erdhi në Tiranë, shpërtheu në një revolt qytetare, cilën sigurisht me drejt shumë parti të vogla, qorje, lapaje, shehaje, tentuan të thonë që e kemi ne, po nuk është e atyre. Edhe sot është e qartë që nuk është e atyre. Protesta është hap në gjithë Shqipërinë dhe është hap në pothuajse në gjitha vendet kryesore të Europës, çka tregon se nuk është më një lëvizje spontane, siç mendonin shumica e njerëzve, dhe Edi Rama duhet t'i vejnë gishtin kokës të mendojnë për një zgjidhje tashmë, të negociojnë për një zgjidhje, dhe ç'është e drejta unë e prisja, por nuk e thoja dot ato që kishte thënë sot Elisa Spiropali, e vetmja nga radhët e rilindjes që ka guxu kohët e fundit, ti thot jo. Ti thot jo, ta sfidojnë, ti thot në përjashto nga partia po munde, e tjera. Nuk ka asnjë lëvizje. Fiksojeni mirë këtë. Kjo është bindja ime në fakt, ndaç fiksojeni, ndaç jo. Nuk ndodh asnjëherë asnjë lëvizje në mënyrë spontane në kohën që jetojmë sot. Pra, thjesht një lëvizje revolucionare ditën për diell nuk ndodh. Aq më tepër kur shkaku, pavarësisht se thuhet kupa, u mbush kupa, është një çështje që për hallet e mëdha që ka Shqipëria është një çështje periferike. Kjo protest është, e kam shkruajtur edhe sot, është një revolucion brenda smajtës, ajo që unë për herë kam thënë, kush më ka ndjek mua e ka ndgju, si duke fol në për video këtu në YouTube, si duke shkruajt në Facebook, Shqipëria, që të shpëtojnë Shqipëria, duhet të shpëtojnë Partia Socialiste nga pengmarrja. Dhe Partia Socialiste, me ç'duket, është sot duke u organizuar për të gjetë një leadership të ri. Tani pse e them këtë? Se ka shumë njerëz që bëjnë si të mendshëm dhe si të zgjut, jo po nisi vetë protesta, jo po qytetaria. Do ju duket e çuditshme, po e dini që ka njerëz që shkojnë në protest, pse kanë ide fare, pse shkojnë vetëm sepse shohin lajme, shohin tituj, protesta qytetare dhe kompensojnë, duken qytetarë, thjesht fare. Kompensojnë një lloj inferioriteti që mund të ndjejnë vetë, që unë isha ke protesta qytetare. Protestë qytetare ka qenë protesta për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Edhe pjesa më e madhe e këtyre që janë sot këtu në këtë protestë nuk kanë dalë ke protesta e teatrit kombëtar. Ajo të bën qytetar kur të them se prishet teatri. Dakor? Ta ndajmë këtë pjesë. Megjithatë e kompensoni, mund ta kompensoni. Ku jemi sot? Jemi në një përhapje shumë të gjerë të protestës dhe në një reagim, i vetmi, në fakt, nuk është më befasues për mu, i vetmi reagim serioz dhe që thot shumë gjëra është reagimi Elisa Spiropalit. Një marrëveshje e re për Shqipërinë, thot Elisa Spiropali. Kështu e ka nis një shkrim gjatë sot në Facebook dhe propozon që të ketë një marrëveshje kompromisi dhe në fakt kjo është e drejtë. Shqipëria sot me një kryeministër të kapur nga mafia, me një kryeministër që nuk njeh institucionet, nuk njeh burokracinë shtetërore, që ka kapur të gjitha pushtetet
me legjislativ, me drejtësi, me sistem politik, me patronazhim, ka bloku mekanizmin e rotacionit, ky ka dy rrugë si hiqet. Ose me dhunë, gjë që kjo lloj proteste nuk është e asaj rruge, pavarësisht se duket kështu, nuk do atë, nuk kërkon atë, ose me kompromis. Edhe të vetmit që mund ta japin kompromisin, kanë fuqinë ta japin kompromisin, janë socialistët. Sepse socialistët me të vjedhme, pa të vjedhme, i kanë 83 mandate në parlament dhe mund t'i thoni Tiranës mjaft boll tani. Mos shikoni se nuk dalin tjerët, nuk kanë guxim të flasin. Këtë që ka shkruajtur Elisa Spiropali sot, unë e kam gjuar me vesht e mi nga njerëz tjerë, deputet socialist, ish ministra, shumë të afërt që thonë ky nuk durohet më, ky duhet ndaluar. Guximin e ka marrë Elisa, bravo i qoftë për guximin që ka marrë. Jemi dhe në një kontekst të ri politik që Belinda Balluku i lau durët me politikën dhe me synimet e saj për të kap Partinë Socialiste. Spaku i ka ngritur akuzën për korrupsion, do ndihet i detyruar që t'i çojnë patjetër kërkesë parlamentit prap për leje për arrestimin, në arrestim shtëpi ose kështu. I keni pa historitë me Iglitaren, sot morën një deputet tjetër të Partisë Socialiste që është i zgjedhur i Belindës. Ndoshta në një ditë tjetër mund të shkojnë dhe Ziqineja, se e merr vesh këtë punë. Thelbi i shkrimit i reagimit të Spiropalit ishte që si ta bëjmë, pyetja thot është, çdo epokë ka pyetjen e vet themelore. Për shumë vite pyetja e Shqipërisë ishte si të ndërtonte shtetin, gjojeni se është shumë interesante. Erdhi dita të bëj analizë teksti e Elisës. Si ta ndërtonte shtetin, sot pyetja është tjetër, si ta bëj shtetin më të madh se pushteti dhe institucionet më të forta se ai që e ushtron pushtetin. Akuzë e drejt për Edi Ramën. I përsërit raportin e OSBE Odirin njësimin e shtetit me pushtetin. Akuzë tjetër e drejt për drejt është kapja e të gjitha pushteteve, pra pushteti është më i fortë se shteti. Pushteti më i fortë se shteti do të thotë që kryeministri komandon drejtësinë, kryeministri komandon parlamentin, ekzekutivin po dihet dhe pothuajse të gjitha pjesët tjera të shoqërisë, median. Ajo media që është e lirë, që thotë Rama, media e lirë. Pastaj thot, vazhdon Elisa, institucionet ekzistojnë, administrata ekziston, ligjet ekzistojnë, ekonomia është më e fortë se dikur, demokracia është më e konsoliduar se në vitet e parë tranzicionit, Shqipëria ka arritur reputacionin e saj. Sfida e kohës është diçka tjetër, është aftësia e pushtetit për të vendosur kufi brenda vetes. Aftësia e pushtetit për të vendosur kufi brenda vetes do të thotë që Edi Rama të lëshojnë pushtet. Gjithë e dinë që Edi Rama nuk lëshon pushtet, sepse të lëshojnë pushtet Edi Rama do të thotë që të shkojnë para drejtësisë, të dorëzohet para drejtësisë. Me sa duket, socialistët, si të zot për këto punë, për revolucionet e për këto gjërat, kanë bërë kalkulime dhe janë duke i thënë që mendoje një ikje të negociuar. Pra jemi në kushtet sot, kur Edi Rama nuk vet do të kushte më, por duhet tu përgjigjet kushteve që i ve partia. Aty në atë parti ka njerëz që dinë se si funksionon shteti, njohin burokracinë e shtetit, janë shumë të qartë që nuk Shqipëria të paktën prej 2017 e këtej nuk qeveriset më nga Partia Socialiste, po qeveriset nga i grusht. Nga i grusht zarash, nga i grusht servilash, të
të kryetarit dhe janë shumë të qartë që kjo gjë duhet ndryshojë. Edhe me sa duket, Elisa është përfaqësuesja e tyre. Është përfaqësuesja e tyre dhe po bëhet zëri i tyre. Për protestën. Protesta nuk mund ta marr kurrë këtë jehon, përtej lerni ç'a thon, ja po spontane, ja po qytetare. Protesta është e organizuar, protesta është tipike nga protestat që organizon George Soros dhe Edi Rama, që vjen si gjërrokull vërdall ka 3-4 ditë, nuk vjen se ka frika ta protestues, se ata për 2 orë i fshin ai po ta din se janë vetëm ata. Po Edi Rama e shef që loja, organizimi është i mjeshtrit të tij, i pronarit të tij, në atë lloj fryme është i Sorosit. Dhe Edi Rama është tani midis 2 zjarresh. Ta anullojnë atë investimin e Sazanit, e shtyp ky buldozeri që është në pushtet. Se i thot Trumpi, Bjondi. Se i thot tallesh me familjen time, tallesh me mu të zhduk. Të mos e anullojnë, nuk e le ky tjetri. Pra shumë mirë ka lujt deri këtu, po kur lun me këto të mëdhej, si thon asaj, kur futesh në valle me Ariun, e le vallen kur doj Ariu, jo kur dush ti. Edi Rama ka hyn valle me Ariun ka vite. Edi Ramës janë hap të gjitha rrugët nëpër mediat e botës, nëpër takime ndërkombëtare fal George Sorosit. Edi Rama e ka marrë Partinë Socialiste, e ka konsolidu veten në kryet Partisë Socialiste fal mbështetjes së George Soros. George Soros edhe Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bë aq shumë për Edi Ramën, saqë ka marrë një vendim të paprecedent në dobit e Edi Ramës dhe në dëm të liderit opozitës së Shqipërisë, duke shpallë Sali Berishën non grata, vetëm për t'i hap rrugë Edi Ramës, për t'ia bë autostradë. Me njëherë sa ndryshon pushteti në Amerikë, ky i shiti, bëri atë që ditë bëjnë më mirë, si njëri pa besë, i shiti e vajti në prehrin e Donald Trumpit. Këtë gjë harrojeni se ja fal George Soros Edi Ramës. Pavarësisht se ata mund të rrinë bashk, mund të takohen bashk, ai është një biznesmen shumë i fuqishëm që trazon Amerikën, e shkun në Amerikën kurdo, jo më një palaço, një langaraq si Edi Rama, të cilin e ka rrethu me njerëz të tillë. Kështu që përhapja e kësaj proteste, përveç se godet Trumpi për zgjedhjet që kanë dhënë vjesht, çfarë zgjedhjesh kanë midterme, është qartësisht edhe oferta e fundit që i bëjnë Edi Ramës për t'u largu, ndoshta pa e gjetë dëm i madh. Pra sot Rama ka në dorë vetëm të pranojnë propozimin që ndoshta mund idenë ose lëvizjen që kanë nis socialistët këtu brenda, edhe miku i tyre ndërkombëtar Sorosi, ka në dorë Edi Rama vetëm të pranojnë ofertën në një negocimi dhe një tërheqje të butë. Pra vetëm kështu është njëra nga rrugdaljet e kësaj proteste. E dyta, varianti i dytë, se si mund dilet nga kjo, është që Edi Rama mos pranojnë dhe pastaj të fillojnë të plasin skandale pas skandalesh, derisa të shkojnë të tërheqin zvarr edhe mos ketë as amnisti më për atë. Pra rezistenca në këto kushte për Ramën është tragjedi. Kështu që ajo është mes 2 zjarresh, ja ka bë vetes këtë gjë për të gjithë njerëzit që më komentojnë, që më shkruajnë, që bëjnë lau se unë po mbroj Edi Ramën, po mbroj pushtetin e Edi Ramës, unë nuk jam me asnjë parti politike. Mua më intereson që Shqipëria të jetë
një vend demokratik dhe me garë të barabartë në çdo fushë, në çdo sektor, në sektorin publik, sektorin privat. Më intereson që në këtë vend mos vidhet, në këtë vend mos plaçkitet, ky vend mos i falet Donald Trumpit, po as George Sorosit. Pra kjo më intereson mu. Dhe kjo, fatkeqësisht apo fatmirësisht, një pjesë të kësaj gjëje, për ta rregulluar këtë gjë, ka Partia Socialiste. Është partia më e madhe aktualisht. Thash, me të vjedhme, me të pa vjedhme votat, me letra, ajo është partia më e madhe në vend, që kontrollon mazhorancën, dhe çlirimi i Partisë Socialiste do të thotë çlirim i Shqipërisë. Dhe një gjë tjetër, një detaj tjetër për punën e protestës. Për gjithë njerëzit që thonë, jo po se ajo është spontane, jo po se ti që e kundërshton do me shu protestën, e çfarë lloj çmendurirash, apo këta filozofët që bëjnë si të banaqeve televizive, që bëjnë si kur njohin situatën në Shqipëri, që kanë mashtruar shqiptarët, kanë 35 vjet për interesa personale, duke i shërby një kryeministri, duke i shërby Berishës, duke i shërby Ramës, duke i shërby Nanos. Nuk ka burra më të poshtër në këtë vend se ata që kanë ndiku, kanë bë artikuj, kanë folë nëpër media që Edi Rama është një vizionar, Edi Rama duhet vinë kryet pushtetit. Këta janë njerëz mediash që kanë 35 vjet që mashtrojnë shqiptarët, edhe sot na dalin na thonë që shqiptarët u ngritën vet kundër Edi Ramës. Sot prap ata janë duke i shërby dikujt. Nuk dalin protest. E keni pa protestën kush del? Një pjesë e madhe e tyre janë njerëzit e Erion Veliajt. Për shembull, ajo është e mençur, është e drejta atyre që kanë dalë. Bravo ju qoftë, nuk jam kundër, po jam duke thënë se kjo duhet lexu. Çfarë lidhje ka Dalina Buzi me Zvërnecin apo me reagimin antiqeveritar? Pra është një nga personazhet që merret gjithë kohën, si u nda ky prej këtij, si u nda si prej atij, si u dobësu, si u shnosh, si e palloj kët, si e palloj atë. Pra ka një sektor, mbulon një sektor që është më i largti me politikën. Është më i largti me politikën. Ti ishte aq i dhimbsur, do dilte do thoshe po paksohen shqiptarët, nuk po lind gruaja shqiptare më, po ikin, po plaket popullsia, na vdesin më shumë njerëz se sa na lindin, nuk e ka bënë ndonjëherë kurrë. Është bashku kësaj proteste, unë kam shumë respekt për këtë që do përmend tani, për Mira Kazhanin, por e dim gjithë që është një personazh, mikesh e ngushtë e Erion Veliajt. Ndryshe nga të gjithë palaçot e tjerë, që janë shërbëtorë të Erion Veliajt, kanë qenë shërbëtorë të Erion Veliajt, Mira Kazhani ka tregu dinjitet, nuk doli kështu të lapangjoset për atë. Si këta, edhe shumë të tjerë organizator janë njerëz të Veliajt, që do të thotë jo të Veliajt drejt për drejt, se Veliaj ka marru punë me këto punë, por janë njerëz që kanë marrë dikur në i fond, marrin akoma në i fond, nëpërmjet fondacionit të shoqërisë hapur që është fondacioni Sorosit. Kështu që thirrja e të rive, masiviteti i protestës bëhet nga këta. Ato thirrjet që ngjonin në protest, Berisha Hamburg, Rama Hamburg, Berisha Hamburg është e vetmja protest në glob, që thërritet të hynë burg lideri i opozitës. E ka bënja i vite ca kot, s'ka asi vendim gjykate që është i fajshëm, edhe e bënja i vite ca burg për qefin e këtyre, për qefin e Edi Ramës, por ato dihet se kush e bën, është Agron Shehaj dhe Arlind Qorej. Të gjithë njerëzit që bërtasin shesh Berisha Hamburg, Rama Hamburg, janë njerëz të organizuar nga Shehaj dhe Qori, dy pretendent përjetshëm për të zëvendësuar njëri Partinë Socialiste, tjetri Partinë Demokratike. Nuk ka për të arrit asnjëri, kur s'ka për të bëu Agron Shehaj Parti Demokratike, kur nuk ka për të bëu Arlind Qori Parti Socialiste, sepse Arlind Qori, unë kam respekt për aktivizmin e tyre, aq sa janë, por nuk e ka
demonstru kur, nuk e ka pranu kur që unë jam i parti e majtë dhe ka frikë nga identiteti vetë. Pra i thot jam i majtë, kujtun, po ti thush marxist ofendohet, po ti thush enverist ofendohet e kujtun gjithë më radhë, kështu që akoma derisa të pranojnë identitetin e vet, nuk ka për tu bë. Kjo është protesta, këto janë elementet që e kontrollojnë, për këtë që thot nuk kontrollohet protesta kontrollohet, është e orientuar dhe tashmë ka dhe një vizion për protestën, ka një vizion që është edhe vizion, edhe paralajmërim i fundit për Edi Ramën. Dhe është platforma politike që ka propozuar sot Elisa Spiropali. Ku është opozita këtu në këtë situatë? Opozita duhet jetë një herë parë, duhet jetë krenare për identifikimin e problemeve, protestimin për këto probleme, denoncimin e këtyre problemeve, gjatë gjithë kohës, ka qenë konsistente. Nuk ka pas çfarë bën më shumë. Sigurisht ka deficitet e veta, unë shoh shumë kompleks inferioriteti, deputetët e opozitës duan të shkojnë ke kjo protesta, ku bërtitet në Burg Berisha, në Burg Rama, të marrin një çik rreze dhe ata, se nuk kanë elektorat. Pra një pjesë e mirë e atyre që shkojnë aty, nga deputetët e opozitës, janë si punë e këtyre që duan me marrë lajka në Facebook, ose duan të ndihen qytetar. Pra shkon një kategori njerëzish atje që s'kan haberin fare, atje dhe shkojnë se thonë, po shkove atje, ato të lagjes, ato komshit, ato të etiketojnë qytetar, së është protest qytetare, dhe e din që është i titull, e marrin një titull qytetar. Shkojnë deputetet e opozitës se duke shku atje thonë, ja, ata shun atje janë deputet, pra janë deputet. Nuk e bëjnë të majtët, nuk e bëjnë të Partisë Socialiste, sigurisht ata kanë frikë. Edhe Elisa Spiropali që e ka bë, ka hedh platformë. Ka hedh platformë dhe ka identifiku problemin që Shqipëria ka nevojë për kontratë të re. Unë nuk jam tani që Shqipëria të digjet, nuk jam që Shqipëria të shkatrohet, sepse Shqipëria duhet të hynë në Europë, duhet të ecë përpara. Vetëm problem që ka aktualisht Shqipëria është kanceri është Edi Rama, duhet heqaj, dhe këtë e heq Partia Socialiste, të shkohet në zgjedhje të reja, jo kështu si që kanë idenë këta, se këta e kanë idenë interesi Sorosit nuk është me çu Shqipërinë në zgjedhjet parakohshme, dhe këtu duhet jetë pika që duhet luajnë rolin e saj opozita. Interesi atyre është që të heqin Ramën ta zëvendësojnë me kujtun. Po marr shembullin e Lisën në Erion Burg, po kujtun Erion Braçën në kujtun. Pra jo, nuk duhet kjo, duhet që Shqipëria të shkojnë në zgjedhjet parakohshme, të lira, të ndershme, po e fitoj Partia Socialiste, ata le ta marrin prapë. Me Elisën krye, ndatshme Erion Braçën, ndatshme Ditmir Bushatin e kujtun, por të shkojnë Shqipëria në zgjedhjet parakohshme. Ky duhet jetë fundi i këtij revolucioni. Po që se do shkojnë, kështu siç ka nis, vetëm një dorëheqje të Edi Ramës, në Shqipëri nuk ndryshon asgjë. Sepse kushdo që të vinë kryeministër nga e majta, thjesht do ndryshojnë stilin, do ndryshojnë metodën, por shkëputjen nga klientela, nga kapja, nuk do arrin ta bëjnë dot, sepse këta e kanë të kapur. Pra një Partia Socialiste që çlirohet duke hyrë në zgjedhje në një garë barabartë dhe të ndershme. Të dalin, punojnë fort socialistët, marrin vota, të grumbullojnë vota, por të mos jenë borxhlit krimit, të mafjes shqiptare, të huje kujt unë gjitha me radhë. Vetëm në këtë formë shpëton Partia Socialiste, prandaj më pëlqeu ky propozim që kishte bërë Spiropali. Unë nuk po them tani, nuk po ja vej emrin që i gjithë ky revolucioni i Flamingos mu parafytyru si ajo Flamingoja më ngjante shumë, më parafytyronte si Elisa Spiropali, se ngjajni çik ato kur bën ndonjëherë kjo flokët e kuqe, më duket si Flamingo. Shifeni një herë me këtë sy revolucionin, Flamingon, edhe vini dhe i foto të Spiropalit përballa, do ju duket sikur janë një lloj, sikur janë një njëjta gjë. Po unë nuk jam këtu se kjo është
po bëj humor me këtë tani. Por Shqipëria ka nevojë për një shtet modern. Këtë kishte thënë ndër tjera, e kishte thënë dhe këtë Spiro Pali, që Shqipëria ka nevojë dhe këtu ka të drejtë. Shqipëria ka nevojë për një shtet modern, dhe shtet modern do të thotë që burokracia e shtetit respektohet, ndërpriten lidhjet e shtetit me mafjan, ndërpriten lidhjet e policisë shtetit me mafjan, të ndëshkohet korrupsioni, të vihet administrata, të jetë një administratë eficiente që udhëheq Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Shqipërinë në Bashkimin Evropian e fut administrata publike, nuk e fut kryeministri, nuk e fusin drejtorët hajdut, patronazhist, fliqësira që ka administrata aktuale, e fusin vetëm njerëzit e ndershëm, dhe ajo është lokomotiva kryesore. Kur them drejtorët e administratës publike, administrata publike kam parasysh për shembull nëse ke çështjen e mjedisit dhe të ushqimit, drejtori i AKU-s, drejtori i mjedisit, nëse ke çështjet e sigurisë, ministri i brendshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë, jo si drejtori i përgjithshëm i policisë sot që kishte shku në Vlorë, kishte mbledh Rama pseudo pronarët, pseudo banorët e Zvërnecit, të cilët i thoshin faleminderit që erdhe, ti ke drejt, nuk është bën kohë tonë kjo, nuk është bën kohë tonë kjo. 16 drejtor hipoteke ka largu, janë në rrugë në Vlorë, vetëm për të manipuluar dhe për të falsifikuar dokumentat e Zvërnecit. Edhe të gjithë bregut, të gjithë jugut të Shqipërisë. Ai ishte marrë bote propagandë me ata. Nuk ka protestat pa kontrolluara, por kjo lloj proteste është shumë e mirë, është shumë e dobishme, sepse të çon në një rrugë zgjidhje. Nëse kjo protestë do shuhet, që gjasat tani janë të pakta, po gjasat që të shuhet protesta janë të pakta, jo se e majnë këta, që e majnë veten si misionar, që e majnë veten si filozof. Me sa duket është marrë një vendim nga pronari atij, nga ndërkombëtarët i shihni dhe Europën, gjithë janë kundër se nuk duan të hynë Donald Trumpi këtu. Nuk duan që të ketë investime të Trumpit në Shqipëri, Merci i pari, dhe vazhdojnë e mbështesin dhe nuk e ndalojnë më. Mund të ketë edhe i variant tretë që thonë gjithë, pastaj që është duke e bë lojë Rama vetë me Sorosin këtë për ta largu Trumpin nga Shqipëria. Unë kësaj jap zero shanse. Jap zero shanse se nuk është më në kushte Edi Rama për të luajtur kështu. Për të bërë kopilin me Trumpin, nuk e bën dot më. Kështu që kjo unë i qëndroj variantit parë, kjo është një protest shumë e mirë, shumë e dobishme për Shqipërinë, që kërkon të largoj kryeministrin, është një protestë e një natyre të majtë, lëvizjet e majta bëjnë këtë lloj proteste në këtë lloj forme, me këtë lloj sloganesh. Kjo është e gjitha, është 100% një revolucion i majtë, shumë mirë që po ndodh, shqyr që po ndodh, dhe Edi Rama ka përshtypjen ajo është duke e bë këtë, është duke menduar për këtë, duhet ta dëgjoj Elisa Spiropalin me ftesën që ka bërë sot, ta lexojnë ose ta dëgjojnë, ta vëjnë me audio, po përtoj ta lexojnë, dhe të fillojnë të marrë masa, të fillojnë të negociojnë, se ndoshta i shpëton shumë gjërave, tani me rastin edhe të lëvizjes që ka bërë, se mos harroni akoma në lojë është Balluku, megjithëse është me sa duket nga spaku është marrë leja tek Rama për të thelluar hetimet, dhe në ato lloj hetime që ka hyrë ajo e shkreta, është e vështirë të dalë e pa larë. Se çfarë marrëveshje mund të bëjnë këy me Belindon, unë nuk e di tani, por mund të jetë varianti që ajo ikën anej, merr ja ngarkojnë gjitha fajet asaj, edhe Partia Socialiste e gjej një kandidat për kryeministër në një palë zgjedhje të parakohshme, të lira dhe të ndershme. Nuk jam për variantin që këta duan të çojnë drejt në fund të kësaj proteste që është
një mocjon mosbesimi në parlament ndaj Edi Ramës dhe rrëzimi i Ramës dhe vënia e një kryeministri tjetër nga Partia Socialiste. Kjo nuk e zgjidh pashku Shqipëria në zgjedhjet parakoshme, sepse nuk e çliron plotësisht, e çliron nga leadershipi i kriminalizuar, po nuk e çliron nga krimi. Pra se krimi ka votu, ka dhënë deputet në Fier, ka dhënë deputet në Durrës, ka dhënë deputet në Elbasan, në Shkodër, në gjitha qytetet e Shqipërisë, dhe krimi kërkon llogari, është i ashpër. Kështu e mendoj fundin e protestës, dhe e fundit fare, para një jave, kam bërë një video për ju që vazhdoni shihni këto banaqet televizive fllihësitë e përnatshme 35 vjeçare. Aty u jepet hov protestave, aty shuhen protestat. Besoj e keni pa mbrëm tek Blendi Fevziu, ajo që paralajmërova unë, që thash ky shifeni kur ta marr Artur Shehun, siç mori luftar Hysën. Dhe me vërtet e mori mbrëm ditën e njëjtë në darkë në telefon, foli me Artur Shehun, si me zor e kishte të fol me nej, por u përgjigj, foli dhe nuk po i hy më tani se ç'a lavazhit i bë Fevziu këtyre, dhe ç'a interesa shka, puna vet, vetëm se gazetari nuk është ajo. Por jashtë kontrollit të Fevziut, apo brenda kontrollit të Fevziut, më pëlqeu një gjë që Artur Shehu i tha të kam xhan. Artur Shehu është ky pra që përflitet për një organizatë mafioze italiane se Sacra Corona Unita. Pra ky personazh që tokën atje thonë në fakt e ka tokën e gjyshurve, nuk e ka të grabit me të gjithë. Po ky personazh i dyshuar i kësaj organizate, sipas mediave italiane, i tha mbrëm Agron Shehajt dhe të Adriatik Lapajt, ju kam xhan, ju du shumë. Kjo më pëlqeu shumë. Të paktën e gjithë intervista lavatrice që bëri Fevziu, si gjitha intervistat që ai bën në 30 ca vite, për t'ju manipulu ju, për t'ju mashtru ju, e pati një gjë të mirë se një antar i një organizate kriminale ja shprehu publikisht dashurinë Agron Shehajt edhe atij tjetri që ai Tikut. Kjo është historia e Edi Rama, gjoje Elisën, gjoje si joti mishin ta ha po kockën ta le, mos prit të shkojnë puna dhe më keq. Ju që besoni se revolucioni ka lind se u mush kupa, futni ca kupa tani, se mbase ftilloheni më shumë kur i keni fut ca kupa. Futni, si thoshte ai që ka përkthy Noli, futni kupa, putni çupa, po ndoshta ashtu mund t'ju ftillohet mendja, sepse këto tjera nuk e ha njëri. Me Fatmën që drejton protestën, me Dalina Buzin, me Mira Gazhanin, me 10 artistë tjerë që janë votues të majt, janë propagandistë të smajtës, janë idhtar të revolucioneve të majta, nuk kanë ndodhur rastësisht dhe nuk janë bërë qytetarë sot ata. Po dora që u shen i ka dhënë një detyrë dhe shumë mirë ka bë, se mos ma tjetërsoni, jam shumë dakord, edhe nëse është Sorosi 100% siç e besoj unë pas kësaj lëvizje, që po ndodh kjo gjë në Shqipëri. Nuk ndodh dot nëse nuk do donte ai. Nuk ndodh dot as Elisa s'do guxonte ti kthente llafin mbrapsh këtij, as socialistët e vjetër nuk do guxojen që të linit kuptohet që Edi Rama duhet ik, pra duhen ca komponent të mirë të këqij janë të domosdoshëm në lojën politike. Protesta është politike, kërkesat janë politike. Ti kryeministri është politik. Të ndryshojnë, kryeministri është politik. Tjerat janë pralla. Mirupafshim. Faleminderit kush më ndoqi. Kush të doj, le ta shpërndaj videon, kujt i pëlqen, të marrim edhe të abonime të reja, subscribers të reja. Unë këtë mendim kam, memorizoni mirë këto, shifni prap videot, shifni videon e parë që unë kam bë për
për Zvërnecin, se harrova, shifeni videon e parë që kam bërë për Zvërnecin, është këtu, para 3-4 ditësh, është këtu në YouTube. Pa ditej që policia qëtë Kastratit ka dhunu qytetarët. Pra unë jam i atij mendimi dhe jam duke ecë në vijë lineare në mendimin dhe gjykimin tim. Le të jem edhe gabim, po kam një mendim. Natën e mirë.